Arlind, ti si e ke për këtë? Që njëtën pyetje që i Brizdo Zegron, doktori që foli? Ja, pa do të bëj një 2 saksime, pastaj merrim edhe me doktorin. Bëj? Se me që nisëm të krenaria, unë fakt jam krenar që s'kam pas bëj kur me PS-n dhe me PD. Edhe konsideroj si dekorat këtë morale për veten time. Me që s'kam qenë pjesë e këtyre partive edhe... Partia Demokratike ka marrë miliona vota në 30 vjetë, unë besoj që votujtë për demokratikë, si janë fajtor për çka ka bërë Partia Demokratike. Jo, votujtë nuk janë fajtor, ata që kanë qenë në strukturat drejtuese të partisë janë bashkë fajtor për ato parti. Gjithsesi do doja konti. Do doja, po jam ta mbarojmë. Okej, triqem. Edhe mund bëjmë cismizë gjithkohë. Dakor, triqem unë. Rregull. Tani, për sa i përket se Zoti Sheh tha që ka qenë vetëm e partia që ka ngritur çështjen e rrjollit, nuk është e vërtetë. Fare nuk është e vërtetë. Deputeti Redi Muçi ka qenë 10 herë në rrjoll, bashkë me qytetarët, bashkë në protesta. Unë e kam ngritur në çdo cep Shqipërisë çështjen e rrjollit. Është e vërtetë që nuk ka hedhë akoma ky oligarku në gjyq, po ndoshta arsyeja është se s'ka çfarë të marrë. Edhe po fitoj gjyqin me mua vetëm të marr librat e shtëpisë, po nuk i duhen oligarkëve librat e shtëpisë, që nuk ka ç'më merr, edhe kur ta ketë probleme me mua nuk do zgjedh çështjen e gjyqit. Për sa i përket Zvërnecit, tani këtu do të thënë e vërtetë. Atë ditë ku po rrieshin qytetarët Zvërnec, bashkë me qytetarët ishte vetëm një parti, Lëvizja Bashk. Edhe po të dëgjoni edhe qytetarët dhe gjithçka tjetër thonë që Lëvizja Bashk ka qenë aty, ka qenë madje edhe një protestë përpara në Zvërnec, e kemi ngrit këtu bashk, që kur doli artikulli i New York Timesit, çështjen e Zvërnecit dhe të Sazanit përpara një viti e ca 2 vjetësh, për të thënë që e vërteta është kjo dhe ne si parti nuk kemi frikë nga asnjë lloj oligarku, nga asnjë lloj faktori politik, geopolitik, geomafioz, atë ç'a duash ti, jemi në krah të qytetarëve dhe protestojmë. Unë sot aty me sa e sa aktivist Lëvizjes Bashk ishim protest edhe si qytetar, por edhe si njerëz që politikisht kemi kontribuar që ajo çështje dhe çështje të tilla, si ajo që diskutuam pak më herët, të shpronësimit, të akumulimit nëpërmjet shpronësimit, po e masakrojnë Shqipërinë te jëndan. Tani, me që dole pak më herët tek Berisha. Mund të përgjigjem një sekondë. Duhet të thënë e vërteta. Sa po tha një gjë pa vërtetë tani se kjo ka një tentativë prej ditë ta shpjegojmë. Tani ta shpjegojmë qetësoj, tani ta shpjegojmë se tani nëse do kthejmë cicmica kthejmë, s'ka problem. Unë nuk mendoj se ne duhet të debatojmë me një tjetrin, po të vërtetë as të vërtetë. Ka disa tani. Ne jemi në krah të qytetarëve prej muajsh, dakor, prej muajsh. Ka disa ditë që ka një tentativë për të hedhur baltë dhe për na bërë pis, duke thënë ku është agroni, pse si ishte agroni në protest, ishte vetëm Lëvizja Bashk. Më fal një sekondë. Urdhë? Qëndrimin e ke normal. Atëherë, një sekondë, prit ta mbaroj. Ne kemi mbajtur qëndrime pa fund, sepse kemi edhe një faqe në rrjetet, kemi disa faqe në rrjetet sociale, në të ndryshme, Instagram, dhe miliona qytetarë kanë patur mundësi të shikojnë qëndrimin tonë në lidhje me Zvërnecin, me rrjollin, me thethin, me të gjithë, dakor? Nuk është e vërtetë që ishte vetëm Lëvizja Bashk. Nuk është e vërtetë. Zvërnec? Po, ishin në Zvërnec? Po nuk e di ti kush ishte se s'ishte jote. Po s'ishte protesta, nuk ishte protesta jote. Ti ke qenë. Jo, na thirrën banorët. Na thirrën banorët, hajdeni bashkohuni me ne, se ju për të hedhur poshtë të gënjeshtër dhe këtë shpifje, këtë tentativë, tani presin dhe video të qëndrimeve të mia, heqin vendosën çfarë duan. Ishte të shtunë në Zvërnec sikur isha unë. Ky është nën kryetari i Forumit Rinor të Partisë Mundësia. Nuk ka për të qeshur. Tallesh ti. Unë tallem? Pra, në vend që ti ishe ti aty, ti ke qenë ndonjëherë në rrjoll? Ka qenë deputeti. Ti ke qenë ndonjëherë në rrjoll. Tani ta shpjegoj unë, Ta shpjegoj unë. Të lutem, ta shpjegoj unë. Nëse ty, dëgjoj. Ky zotëria këtu është nën kryetari i Forumit Rinor, dakor, ishte aty me banorët, dhe ky zotëria me një grup antarësh të Partisë Mundësia. Dhe ky zotëria këtu na tha që banorët nuk duan ta politizojnë. Dakor, më fal një sekond. Banorët, dëgjoj, nuk janë banorë vetëm atë që flasin me ty. Dakor, ti nuk ke monopolin. Nuk doja ta ktheja, më fal një sekond. Do ishte mirë ti ishe edhe ti aty. Merre mikrofonin dhe Ore më fal, nuk e vendos. Uroj të shkosh herën tjetër. Dëgjoj. Po të them thjesht ja ku është gënjeshtra. Kjo është një gënjeshtër dhe tentativat ka qenë partia. Ashtu si s'ke qenë ti
në rjoll, ke qënë ti në rjoll, atë qana... Dhe kam ngritur çështjen e rjollit për para teje, dhe mund të shohësh në rrjetet sociale. Kjo është punë prej kalamajsh. Po them vërtetën. Isha i pari, tani nuk të pëlqen e vërteta, e nisi zotimi i gënjeshtër duke thënë që në rjoll ishim vetëm ne. Kjo ishte gënjeshtër. Apo jo, e nisem me i gënjeshtër, ta saktova që gënjem. Tani, po çdojmë të cicmisin, po deshem merremi me vërtetat e mëdha. E vërteta është që ka një reagim mbarkombëtar në lidhje me abuzimet me pronën, në lidhje me dhunën kundër protestuesve. Çdo tentativë e cilës do prej partive politike për të vënë kapelen mbi këtë protestë është thjesht qesharake. Dakor? Askush nuk e dot poshtë, askush nuk e dot poshtë, komandues të popullit, jemi aty bashkë me qytetarët. Lësh të flas. Ka një protestë ku vjen me mira qytetarë, me mira. Ata nuk kanë vajtur as për qorin, as për mua, dhe për asnjë tjetër. Po që përpara, meritës ta ngresh zërin kur të ngre njëri, po kur e ngren 10.000 vet. Ti nuk jep dot leksion se çka kemi bënë në rjoll, ti s'ke bërë asnjë të 10, ti s'ke qenë kur në rjoll. I ke parë ti kur janë rraun njerëzit me shkop gome dhe me grushta, i ke parë apo jo? E ke ngritur ti këtë çështje? Nuk ke ti, nuk mund ta japësh, nuk mund të japësh mend. Nuk mund të japësh mend. Në rrjetet mos fol nuk jep dot mend. Qëndrimet janë, shiko, vazhdon me këtë. Po them edhe një herë. Jemi edhe herë e nise duke gënjur për rjollin. Dhe të saktova duke thënë vërtetën dhe për rjollin. Çfarë kemi bërë në rjoll është se çfarë bëni ju, me thënë drejtë më shumë se ç'keni bërë. Edhe herë. Ky debat nuk është fare i rëndësishëm. O Ylli, do ta japë raportin e vërtetë. E rëndësishme është çfarë kërkojnë qytetarët aty. Dhe çfarë ne mund të mos e vazhdojmë këtë bisedë. Ne duhet të ngrejmë zërin për çfarë kërkojmë. Jo, po nuk mos e vazhdojmë këtë. Po mos e vazhdojmë. Mërzitën dhe njerëzit normale. Çfarë kërkojnë qytetarët? Më vjen keq. Qytetarët aty një zëri sepse kanë qenë disa orë protestë. Vetëm ta mbyll. Nuk merrem me. Ta thotë që çfarë kërkojnë. Nuk ta vazhdoj, të lutem. Nuk merrem me këtë. Nuk merrem me këtë gjë. Tani, unë mendoj edhe një herë që po duhet që mos të bëjmë atë që do Edi Rama që të bëhet. Që partit e reja, partit e vogla, partit në rritje, mos të merren me njëra tjetrën, por të merren me një çështje shumë të madhe, që është çështja për cilën kanë dalë ata qytetarë aty. Për pronën e tyre, për mbrojtjen e pronës, për pengimin e kapjes dhe grabitjes së pronës dhe për dhunën ndaj protestuesve. Është një protestë gjigante, janë të rinj dhe të reja, sikur më parë që dalin, nuk i duan partit politike, nuk i duan aty isha dhe unë, dakord, dhe qartësisht janë aty sepse nuk ka asnjë parti politike në krye. Nuk ka, mirë i duan, por nuk i duan në krye. Nuk duan që askush nga partitë e reja të përfitoj, dhe të përfitoj dhe të thot i sollëm ne, erdhën sepse folëm ne. Dhe një nga personat kryesor në atë protestë, që organizon protestën, është Luçana. Luçana është burnesha e rjollit, e cila ka luftuar aty për ditë. Dakord? Çdo tentativë që diskutojmë tani, jo po i solla unë, jo po i ngrita unë zërin i parë, jo i ngrita i dyti, është thjesht një tentativë qesharake. O burra, tani, të vrasim mendjen, se si e gjithë kjo energji mos shkoj dëm, që kjo protest, jo vetëm mos zvoglohet e mos të zhduket, po të rritet në të mirë të Shqipërisë, jo në të mirën e një nga partive politike, të thojmë luftën e tani, se shikojmë ata, shikojmë, po vjen pushteti, o burra kush ta kapi. Të mundet një përgjigje? Po. Sepse mirë e ka zoti Sheja në parim, mirë po është si puna ati që thot bëj si them unë e mos bëj si bëj unë. Ose do merrim me të vërtetë dhe i qëndrojmë asaj me saktësi, ose do flasim për qytetarët. Zoti Sheja e nisi me një gënjeshtër duke thënë që nuk ka pas asnjë parti tjetër që ka mbështet banorët e rjollit. Kjo është gënjeshtër. Si ne askush s'e ka bërë. Ti s'ke qenë kur në rjoll. Ti s'ke qenë kur në rjoll. Si ne. S'ke qenë kur në rjoll. Sa e the që s'do merresh me këtë. Nuk kam qenë kur në rjoll. Sa po e the? S'ke qenë në rjoll. Ti s'ke folur kur për dhunën në rjoll. Po s'ka kur nuk e ke bërë. Po e bazon edhe këtu baron. A më the që do Sa po tha që do lësh Kalamallëkun. Ora jeni dakord për të njëjtën gjë. Po thotë plan sikur që njëri ajo protestë nuk ka as pronar, nuk ka as parti që e komandojnë dhe nuk mund të ketë. Dhe nuk mund të ketë. Dhe jo vetëm s'ka pas, nuk mund të ketë. Sepse ajo energji, aq e madhe qytetare, që derdhet në rrugë, është shumë e shëndetshme. Mirë po, keni parasysh diçka. Se në atë protest, thirrej në burg Edi Rama dhe Sali Berisha, që do thotë, edhe midis partive bëhen diferenca. Pra, edhe midis partive ka diferenca. Dhe kjo është arsyeja pse unë
midis partive, sa kohë, për nuk thot Jeri Arlind Qori shkojnë në burg, apo jo? Po sigurisht. Pra ne po them, pra ka diferenca. Sa Groshej shkojnë. Pra po them, më ndiq argumentimin. Pra po them, ka diferenca mes partive. Se kjo është arsyeja pse unë shkoj. Sigurisht. Fare i qetë me një njeri në krah, shkoj takoj sa e sa njerëz, buzëqesh me të gjithë dhe nuk më thot njeri plaç. Po të vinte aty Edi Rama, Sali Berisha kështu me radhë, do kishin frikë. Ka tentuar një herë Sali Berisha në 2013, ku erdhi te protesta e armëve kimike bashkë me Lulzim Bashën, edhe e përzun qytetarët. E përzun 2013 dhe e përzinin përsëri tani.